Biznese me vlera milionëshe janë ndërtuar në rrjedhën e këtij lumi, në veprimtarinë e njohur si separacionet e Zhavorit. Nga Glaviqica e Pejes e deri në zonën e Krushës në rrethin e Prizrenit, dhjetëra biznese ilegale kanë shkatruar shtratin e pastër të lumit Drini i Bardh. Pamjet e filmuara nga droni në këtë zonë dokumentojnë shkatrimin masiv të ambientit dhe kthimin në një zonë të shkretë e të rrezikshme për banorët e zonës. Në një varg emisionesh, ekipi ynë ka filmuar eksploatuesit ilegal, të cilët përfitojnë miliona euro nga shitja ilegale e Zhavorit. Në mbar zonën, kompanitë eksploatuese kanë ndërtuar bazen të Zhavorit, që kanë dëmtuar rrejnësisht shtratin e lumit, duke lënë prapa vetes njërin prej krimeve më të mëdha ambientale në vend. Në 10 operacione, Prokuroria e Shtetit dhe policia kanë tentuar të ndalin kompanitë të cilët edhe përkundër dënimeve rikthehen në shtratin e lumit për të eksploatuar Zhavorin. Rrjedha e Drinit në zonën e Prizrenit ishte një lokacion atraktiv për kriminalet ambiental. Mbi 10 biznese u vendosën në shtratin e lumit dhe nga aty nxorën qindra mijëra ton Zhavor, jashtë çdo standardi e çdo rregulli ligjor. Pamjet nga ajri dokumentojnë shkatrimin kriminal të ambientit pa asnjë standard. Krimi ambiental në rajonin e Prizrenit nuk mbeti para në sy të Prokurorisë së Prizrenit dhe njësisë së krimeve të rënda të Policisë së Kosovës. Nxjerrja ilegale e Zhavorit, ndërtimet në zonat e mbrojtura e shumë prej krimeve të tjera ambientale janë vepra që hetohen nga njësitë e veçanta të policisë në krime të rënda. Një ekip i hetuesve bashkë me 2 prokurorë të Prizrenit dhe kryeprokurorin, 4 muaj më parë nisën të gjurmojnë zonën. Detyrat e para të ekipeve në terren janë grumbullimi i provave të cilat do të dokumentojnë se bolduzherët e kamionet po përdoren për eksploatim ilegal të Zhavorit. Agjentë të fshehtë angazhohen për të kryer vëzhgime, ndërsa dronet e policisë për të filmuar në vepër eksploatuesit ilegal. 4 muaj veprime hetimore nxisin njërin prej aksioneve më të mëdha kundër eksploatuesve të Zhavorit. Policia kishte dërguar në prokurori informacione e prova të cilat dëshmonin se 14 biznese ishin përfshirë në eksploatimin e Zhavorit. Mbrëmjen e 3 qershorit, hetuesit dhe prokuroria hartojnë njërin prej planeve më të mëdha të goditjes së krimeve ambientale. Sipas planit të përgatitur, 14 lokacione të dyshuara do mbastisen dhe në to do sekuestrohen të gjitha mjetet që përdoren për eksploatim të Zhavorit. Operacionet kundër bizneseve të përfshira në krimin ambiental vlerësohen me rrezikshmëri të lartë. Në të kaluarën operacione të tilla kishin përfunduar me sulme dhe tentativa fizike për t'i penguar inspektimet. Për të mos i lënë asgjë rastësisë në zonë do ftohen njësitë speciale të Policisë së Kosovës. I hartuar nga Policia e Kosovës dhe në urdhrat e kryeprokurorit të Prizrenit, plani operativ për goditjen e krimeve ambientale nis të jetësohet mëngjesin e 4 qershorit. Qindra policënësive speciale do shtrinë mbastisjet e tyre në bizneset dhe terrenet e vështira ku operojnë eksploatuesit e Zhavorit. Ndërhyrja do jetë e koordinuar dhe e shpejt për të arritur që kamionet dhe të dyshuarit të zihen në flagrancë gjatë eksploatimit. Të dhënat inteligjente tregonin që disa ekskavator janë duke eksploatuar edhe në kohën kur nisi aksioni. Me urgjencë speciale të mësyn zonës ku zhvillohej veprimtaria ilegale.